Ministria e Financave ka publikuar udhëzimet dhe tashmë supozohet që nga dita e sotme të fillojë zyrtarisht procesi i rivlerësimit, i cili do të zgjasë deri në fund të këtij viti, por me mundësinë për të shtyrë nëse do të jetë e nevojshme, nëse do të ketë sërish kërkesa në pritje. Ne do të diskutojmë tani me zotin Renaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i shoqatës kombëtare të ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme. Zoti Pipiria, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi të jem me ju, sidomos se radhe për lajme të mira. Po, është ditë e veçantë, kam përshtypjen, sidomos për ju, sepse më në fund udhëzimet janë dhe ka filluar jo zyrtarisht, por realisht ka filluar procesi i rivlerësimit sot, apo ka ende për përgatitje? Nga informacionet që kemi ne, që në mëngjes fatikisht anëtarët tanë kanë pasur mundësi të depozitojnë aplikimet e para për rivlerësimin. Kështu që duke që edhe infrastruktura e SHK-s ka qenë gati tashmë, edhe ka filluar të funksionon. Risi ka tek udhëzimet përderisa u vonuan kaq shumë, apo janë njësoj sikurse ka ndodhur në rivlerësimet e kaluara? Ka 2-3 elemente, megjithatë kjo nuk justifikon vonesën, të themi elementet që kanë qenë më përpara fatikisht në legjislacion, është elementi i mundësisë për ta amortizuar vlerën minimale fiskale me 1% për çdo vit vjetërsi të pronës, pra që nga momenti kur jeni pajisur me titull pronësie. Elementi i dytë është që ndryshe nga vitet e kaluara, nuk do të jetë mundur për të bërë rivlerësim me vërtetim pronësie. Pra do të kërkohet që nëse keni një pronë të cilën e keni pajisur me vërtetim pronësie, të aplikoni që të digitalizohet, pra të dali kartela përfundimtare digitalizuar dhe më pas të aplikoni hapin e dytë për procesin e rivlerësimit. Vetëm këto dy janë elemente, por realisht elementi i parë, 1% amortizimi i vlerës minimale fiskale, që ne besojmë do të përdoret vetëm shumë rrallë dhe vetëm shumë pak, ka qenë që nga fundi i vitit 2023, janari 2024, ka qenë në funksion, kështu që nuk është risi, thjesht është marrë copy paste pjesa udhëzimit në udhëzimin numër 34 të 29 dhjetorit të 2023 dhe është rifutur në procesin e rivlerësimit. Kështu që vonesat kanë qenë të pajustifikueshme, por ne themi sa mirë që fillojnë. Kam përshtypjen 1% i amortizimit, sikurse thatë ju, nga 2023 ka qenë në fuqi, por pak herë është aplikuar apo zbatuar. Kam përshtypjen që ky 1% i amortizimit duhet të aplikohet edhe kur si jemi në fushat të rivlerësimit, sepse shtëpia vion amortizohet. Në të vërtet, 1% ka qenë funksional dhe duhet të aplikohet. Nuk jam i sigurt se sa është aplikuar, nuk i kemi si shifra, por ka qenë mundur për të aplikuar dhe jashtë fushatës së rivlerësimit. Mendoj që do të vazhdojë të jetë aplikueshëm dhe jashtë kësaj fushate të rivlerësimit. E vërteta është që çmimet, vlera minimale fiskale, dhe ato çmimet e referencës që quhen ndryshe në gjuhën e përditshme, janë të dhjetorit të 2016-s. Dhe ky 1% aplikohet si zbritje e vlerës minimale fiskale sipas zonave, përveç qytetit të Tiranës që i ka të kushtit të 2023-shit, gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë e ka të dhjetorit të 2016-s. Kështu që nuk mendojmë që ka aq shumë prona në treg që ka nevojë për të ulur vlerën minimale fiskale, kur realisht vlera minimale fiskale është shumë larg realitetit të tregut. Pra ne themi që nuk i ka hyrë kujt në punë dhe nuk besoj që do të hyjë kujt në punë. Dhe kjo nga ana tjetër na ka bërë, kur kemi parë themi udhëzimet ditës djeshme, kemi thënë, ok, por çfarë ndodhi? Ndodhi që për 20 muaj me radhë, tregu mbajti bllokuar me justifikimin e çmimeve të referencës, kur realisht nuk kemi çmime referencë dhe jemi ndjer keq sepse të gjithë kemi humbur. Kanë humbur qytetarë, kemi humbur ne, ka humbur buxheti që ka dashur të bëjë, ka humbur buxheti i shtetit për mbi të gjitha, ka humbur shumë nga mundësia e performancës së tregut dhe nga argëtimi i tatimit fitim kapital, kështu që nuk e kuptuam çfarë ka ndodhur këto 20 muaj, por sa mirë që këto ka shkuar dhe tani të shikojmë përpara me mundësinë për të marrë maksimumin e këtij procesi rivlerësimit, të cilën unë besoj që patjetër që tashmë nuk duhet të jetë më 31 dhjetorit 2026-s, sugjeroj shumë të jetë fundi 2027-s, sepse do t'i shërbejë edhe të gjithë angazhimit që ka ekzekutivi për të vendosur në funksion kadastrin fiskale. Ne kemi kuptuar tashmë që është shumë e vështirë për të marrë vendime ekonomike, vendime fiskale dhe politike, bazuar mbi realitetet të deformuara. Mendoj që kjo është një nga arsyet
se nuk kemi akoma çmime referencë të rifreskuara, kështu që është mirë që të kemi një proces investimit të plot, të gjatë dhe me një bazë të shëndetshme për vendimarrje politike të cilat do të qëndrojnë afatgjatë, siç është pjesa e kadastrit fiskal. Edhe një pyetje, Renaldo, në lidhje me 1% për amortizimin. Kjo është në ndihmë të atyre që shesin një banesë, pra tek tatimi që ai duhet paguaj qoftë 5% aktualisht në fushat, qoftë 15% jashtë fushatës që shpresojmë edhe ajo të ulet. Kur ai paguan këtë tatimin nga fitimi kapital, e llogarit aty amortizimin 1%, pra paguan më pak? Apo s'është për këtë rast? Do të jap një shembull. Sot një pronë e cila është 1 vjeçare, vlerën e tregut e ka 120.000 euro. Sipas çmimeve të referencës, nëse ato çmime referencë janë të përdicuara, vlerën e tregut mesatarisht e ka 100.000 euro. Vlerën fiskale e ka 100.000 euro. Kryesisht çmimet e referencës janë 20-30% më poshtë se sa vlera e tregut, sepse ky ka qenë realiteti shqiptar dhe ky është deformimi që ka ekzistuar edhe në pjesë të informacionit. Asnjëherë çmimet e referencës nuk shkojnë në përputhje me vlerën e tregut, vetëm nëse ato janë bazuar mbi të dhëna të shëndetshme dhe që përdiqësohen çdo vit. Pra një pronë 20 vjeçare ka vlerën 120.000 euro të tregut, sipas çmimeve fiskale e ka 100.000 euro. Duke qenë se është 20 vite, nëse kjo pronë nuk e arrin as vlerën fiskale, ka të drejtë të amortizojë vlerën minimale fiskale me maksimumi 20%, sepse është 1% për 20 vite që ka ditë në proces. Kështu që kjo pronë mund të shitet deri në 50.000 euro minimumi. Nëse kjo pronë është blerë para 20 vitës 60.000 euro, kur aplikohet me 1% amortizim nga vlera fiskale, atëherë tatimi do të bazohet 80.000 euro minus 60.000 euro. Pra kjo është favori, ndërkohë që do duhet të ishte 100.000 euro minus 60.000 euro. Pra, në vend që të paguante tatim 5% mbi 40.000 euroshin, me 1% i lejohet të paguajë tatim 5% mbi 20.000 euroshin. Sepse 20% e vlerës fiskale është amortizuar. Tani vim në realitet, sa janë këto prona të cilat nuk e arrin vlerën minimum fiskale. Mendoj që janë shumë pak. Shumica e pronave e kalojnë vlerën minimale fiskale. Pse? Sepse vetë vlera minimale fiskale nga ana tjetër është shumë larg nga realiteti. Kështu që prandaj ne shikojmë që në raste që shkojmë me formalizim 100%, prandaj ne kemi sugjeruar shumë një barë fiskale të reduktuar, 5% siç është tani, por ne kemi sugjeruar 0.3 në fushatën më herët. Në një moment kur kemi një barë fiskale e cila të inkurajon të shkosh në 100% formalizim, ti nuk e konsideron fare vlerën minimale fiskale. Konsideron vlerën e tregut, konsideron 120.000 euroshin. Dhe e gati të paguash 5% mbi 120 minus 60.000 euroshin, pra mbi diferencën 60.000 euro. Kështu që prandaj themi që nëse jemi në formalizim të plot, nuk ka nevojë fare për 1%, se askush nuk do të ketë nevojë ta vendosë përdorimin 20%, se nuk ka prona aq të amortizuara sa janë 50% e vlerës së tregut apo 40% e vlerës së tregut. Ndërkohë, ka shumë qoftë individ, qoftë biznese që presin ose prisnin fillimin, sepse pritja mori fund, prisnin fillimin e rivlerësimit? Në dijenin ton, po, ne kemi thënë në gjitha daljet publike, duhet të jetë të paktën një shifër prej 6.000 aplikimesh, të cilat do duhet të përplasen në dyert e ASHK-s aktualisht në këto ditë të shkurtit. Dhe mund të ketë njëkohësisht, mbase kaos jo, por mund të ketë edhe vonesa, sepse ne ose turemi të gjithë momentin e parë, ose lejmë pastaj për momentin e fundit. Gjithsesi, kam përshtypjen që procesi do të shkojë mirë. Individët, Renaldo, kanë dy mundësi për të bërë rivlerësimin, nëpërmjet një noteri apo i Albanias dhe nëpërmjet një vlerësuesi. Cila është forma më e mirë për ta nxjerrë realisht vlerën e pronës aty ku është tregu? Unë mendoj që me situatën që kemi aktualisht, individët kanë vetëm një mundësi për të kryer rivlerësimin, mundësinë për ta kryer me vlerësues të pasurive paluajtshëm. Pse e them këtë gjë? Sepse përtej qytetit të Tiranës, ku çmimet e referencës deri diku janë përdicuar në gusht të 2023-shit, po afrohemi mes të vitit të 2026, pra jemi 3 vite
më larg dhe tregu ka dinamikat e veta. Gjithë pjesa tjetër, nëse do ta kryej vetëm drejt për drejt me kadastrën, do të aplikohen çmimet minimale fiskale sipas nëntorit të 2016. Pra, që nuk kanë ndryshime rrënjësore, ndryshime të qëndësishme. Kështu që përzgjedhja më e mirë që mund të bëhet, zgjidhja më e mirë që mund të jepet, është kontraktoni një vlerësues pasuri paluajshme, të bëjmë një raport vlerësimi në përputhje me vlerën e tregut dhe të mund ta depozitoni këtë në ASHK për ta çuar vlerën e pronostuar maksimalisht sa më shumë në përputhje me tregun. Në disa raste unë do sugjeroja fatikisht që edhe nëse kemi mundësi të merret në konsiderat dhe dinamikat që do të ketë tregu në 6 muaj, 1 vit apo 2 vite në vijim, do të tentoja të shkoj edhe pak më të lartë se sa tregu, duke marrë në konsiderat skenarët e mundshëm që mund të ketë zhvillimi i pronave në Shqipëri në 2-3 vite të ardhshëm, dhe të kryej rivlerësimin me këtë skenar në mendje, duke paguar pak më tepër sot, por në të njëjtën kohë kushtuar ca para që do t'i kemi të nevojshme t'i paguajmë në 2-3 vite të ardhshëm. Pra mund bëhet edhe kjo, të rritet ose deklarohet pak më lart vlera e pronës krahasuar me tregun, gjithmonë me shpresën që çmimet do të rriten. Nëse ulen prap je i mbrojtur, kam përshtypjen. Thjesht nuk e shet. Unë nuk besoj që ka skenar që vlera e pronës në Shqipëri do të bjerë, të paktën sidomos kur flasim për zonat jashtë Tiranës. Megjithatë deri në këtë kohë është shumë e vështirë për të parashikuar çfarë do lloj skenari në Shqipëri. Tregu ka qenë i bllokuar për 20 muaj, do të shikojmë se si do të funksionojë në këto muaj që do të kemi vijim, po themi deri në fund 2026. Dhe mendoni se do të ketë interes përveç atyre 6.000 që janë në pritje në përfundim të procesit, do të kalojnë rivlerësimet e kaluara pavarësisht se këtë herë përqindja është më e lartë, është 5%, jo 3, 2 apo edhe 1%. Unë besoj që po, jam optimist, për shkak se e di që ka shumë shqiptarë të cilët nuk e kanë rivlerësuar pronën në të kaluarën, në të shkuarën, edhe pse është 5%, duke ditur gjithë rritjen që ka pasur vlera e pronave në të paktën në 5 vitet e fundit, duke marrë konsiderat që është deklaruar tashmë që do të jetë fushata e fundit, të paktën është deklaruar vitin e kaluar, mendoj që do kesh shumë shqiptarë që do të shtyhen, po themi do të nxiten për të rivlerësuar pasurinë e tyre paluajshme për çdo lloj skenari. Kështu që nuk besoj që ky rivlerësim është vetëm për ata që duan ta shesin, është mundësia e fundit për të gjithë shqiptarët të cilët duan të japin vlerë pronës tyre dhe nga ana tjetër për ta pasur likuide. Ne nuk e dim se çfarë mund sjellin 3 apo 5 vite të ardhshëm, qoftë nga zhvillimi ekonomik në Shqipëri, qoftë nga sfidat financiare shëndetësore dhe gjithë më radhë. Sa më likuide të jetë prona, është më mirë është për këtë. Sigurisht. Ata që nuk kanë ndërmend ta shesin, duhet sërish ta bëjnë, sepse tek e fundit ja rrit vlerën pronës dhe asnjëherë nuk i dihet se çfarë do ndodh. Unë besoj që kur bëhet fjalë për rivlerësimin, nuk konsiderohet edhe kosto që paguhet fatikisht, nuk konsiderohet si thjesht një shpenzim. Është një investim që duke kryer në pasurinë që zotron, duke bërë këtë pronë të tregtueshme kollaj, duke i parapaguar taksat dhe duke bërë shumë interesante për çdo i cili do të konkurrojë për të blerë pasurinë në një moment që ti e ke në shitje. Kështu që shikojeni si një përmirësim të vlerës dhe të gjendjes së pronës që jeni duke kryer. Sa më përpara të paguani taksat, aq më kollaj e keni për ta rishur dhe aq më të fortë jeni në procesin e negocimit nesër pas nesër me blerësin. Kështu që është investim për pronë, nuk është thjesht shpenzim. Unë ju kam pyetur edhe më herët, Rinaldo, në lidhje me këtë çështje, por po ju pyet sërish, pas fushatës së rivlerësimit, ka pasur zhvillime, keni pasur në një diskutim shtesë për sa i përket mënyrës se si do të funksionojë ky aspekt tatimor fiskal kur të përfundojë kjo fushat 5%. Pra, mendoni se realisht do të shkojë më afër zeros, ju jeni kundër edhe madje edhe përgjysmimit? Ne kemi qëndrimin tonë që jemi shumë konsistent. Realisht në 5 vitet e fundit kemi deklaruar që për rezidencën parsorë, për vendbanimin parsor, për pronën kur ti banon do duhet të jetë 0% tatimi mbi fitimin kapital dhe më pas jemi gati të konsultojmë dhe të ndihmojmë ekzekutimin, sidomos Ministrinë e Financave, të shikojë skenar të ndryshëm se çfarë mund ndodhi me shtëpinë e dytë, shtëpinë e tretë. Fatkeqësisht është shumë e vështirë për të komunikuar me Ministrinë e Financave në këtë kohë. Besoj që ju na keni ndjekur në gjitha daljet tona mediatike
që për procesin e rivlerësimit, që për aspekte të ndryshme të procesit të inspektimit në teren, që për pagat indikative, pra për çdo gjë që ka lidhje me sektorin e pasurive palueshme, duke që ka një vështirësi në komunikimin me institucionin e Ministrisë të Financave. Fatkesisht, kjo përkthehet në kosto drejt për drejt mbi shtresën e mesme. 20 muajt e fundit kanë treguar dhe i dhanë të drejtë në Areas që është i vetmi institucion që ka parë qartësisht interesin e shtresës mesme dhe interesin e publikut, ja ku jemi sot, kemi 20 muaj që themi që duhet bërë procesi rivlerësimit pa pritur çmimet e referencës, ja ku jemi sot që çfarë do të duke ndodhur, po bëhet procesi rivlerësimit pa pritur çmimet e referencës. Do të shikojmë në 6 muajt e ardhshëm se sa mirë do të jetë për qytetarët shqiptar dhe për arkën e shtetit, duke parë që ky tatim nga 15% shkoi 5%. Unë uroj shumë që mos të vonohemi më tepër në komunikim dhe në kthesën që duhet të marrë Ministria e Financave për sa i përket trajtimit dhe mënyrës se si sillet me strehimin dhe me trajtimin e pasurive palueshme në Shqipëri. E përmend është shumë vështirë, nuk kemi pasur një derë të hapur. Unë besoj që procesi i rivlerësimit do të vazhdojë deri në fund të 2027-s dhe ai do të jetë momenti ku mbaron edhe afati i strategjisë së afatmesme të ardhurave dhe mund të ketë një lirshmëri dhe justifikim ligjor që bashkërisht me ekzekutivin të ulemi dhe të bëjmë dhe të hartojmë një strukturë shumë të mirë të tatimit mbi transaksionet e pasurive palueshme dhe mbi strihimin, duke bërë realitet të gjithë angazhimin e qeverisë për të marrë me strihimin e përballueshëm. Kemi po. E kemi strategji ndërministrore, strehimi i përballueshëm dhe nëse do të jeti përballueshëm padyshim nevojiten këto lehtësime fiskale në mënyrë të veçantë për ata që blejnë shtëpi për herë të parë. Kthehet tamam politik sociale. Unë uroj shumë që mos të ngelet thjesht një strategji e reklamuar si strategji ndërinstitucionale, ndërministrore, por të gjejmë kohën dhe mundësinë që pasi të kemi vendosur në vijë për 2-3 muaj po themi procesin e rivlerësimit, të gjejmë kohën dhe mundësi të ulemi bashkërisht si aktor dhe të përfshijmë me ëndët që të mund të sillim diçka të mirë në jetë në 2027. Edhe një pyetje të fundit, Renaldo, në lidhje me bizneset dhe individët, ju si në Area propozuat që të ketë një diferencim mes familjarëve apo individëve dhe bizneseve, sepse biznesi këtë shpenzim për rivlerësimin e bën si shpenzim të zbritshëm në biznesin e tij. Kjo nuk u bë. Mendoni se edhe këtu ka nevojë për përmirësime mbase në një moment të dytë? Mendoj që po. Nëse ne i referohemi shteteve perëndimore, ku ne duam të bëhemi pjesë Bashkimit Evropian, asnjëherë strehimi, banesa, po themi pasuria në funksion, pasuria palueshme në funksion të familjes, nuk ka qenë trajtuar njësoj me biznesin. Këtë qëndrim vendosi të merrte të mbante dhe të bënte realitet Ministria e Financave, tani nuk mund ta komentojmë më, është fakt. Urojmë që në të ardhmen të mund të kemi një reflektim duke ndarë mirë qytetarin dhe me individin ka nevojë për strehim nga një korporatë nga biznesi i cili mund të ketë pasuri palueshme rezidenciale për arsye të biznesit apo mund të ketë fabrika për arsye të biznesit. Në fund të ditës mendoj që biznesi sot në Shqipëri tatohet 15%, individi ngjeshet me tatime deri në 23%. Kështu që është një sjellje jo e drejtë dhe jo fair, jo e ndershme midis korporatës dhe individit. Megjithatë kemi kohë për të reflektuar dhe për të parë se çfarë mund të bëjmë më mirë gjatë 2026. Mund të ketë edhe individ njëkohësisht të cilët e kanë kthyer në biznes pikërisht shitblerjen e banesave. Edhe ky nuk duhet trajtohet me një që ble për të qenë aty, për të jetuar aty. Prandaj themi që shtëpia e dytë e tretë do duhet të tatohet ndryshme. Ka skema shumë të mira që ne kemi vendosur në dispozicion të ekzekutivit. Nëse ka vullnetin e duan, mund të ulemi dhe të elaborojmë mbi çdo nga këto skema. Zoti Pipiria, ju falenderoj për të gjitha mendimet e sjella në studio dhe punë të mbarë me rivlerësimin.